أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lutem për ju dhe të shurojmë që Zoti për që ploti ju këtë pranuar agjërimin e ditës së sotshme, agjërimet e ditëve të kaluara dhe ato pak ditë që kanë ngelur deri në Bajramin. Padyshim që besimtari mundohet çdo ditë që të bëhet njeri më i mirë, që të bëhet njeri më i devotshëm, që të bëhet njeri më i drejtë, që të bëhet njeri më i sinqert, që të bëhet njeri më i dobishëm për komunitetin. Dhe ky është synimi deri në frymën e fundit që të fitojmë edhe kënaqësinë e krijuesit tonë. Padyshim që në këtë net të fundit ku gjendet dhe nata më e mirë e gjithë vitit, që është nata e 4-rit, lutemi që të mbizotrojë harmonia në vendin tonë, lutemi që të mbizotrojë paqja në vendin tonë dhe jo vetëm, lutemi që të kemi drejtësi mbar botën dhe njerëzimi të futet në një vend, në një atmosferë paqeje dhe harmonie, ku të gjithë të jenë të lumtur pavarësisht gjuhës, fesë, traditave dhe çdo gjë tjetër. Ky është synimi i Ramazanit, që njeriu ta bëjë më të mirë, më të sjellshëm dhe më të dobishëm në përgjithësi. Padyshim ne jemi që mundohemi të tregojmë, mundohemi të shpalosim ato vlerat e larta të profetit Muhamedit alayhis salam dhe jo vetëm, por mbar profetëve që kanë qenë më përpara, ku njeriu të marrë vetëm nga e mira dhe nga e dobishme dhe pra, siç e thamë edhe një herë, fundi i çdo njeriu do të jetë padyshim tek kthimi tek krijuesi i vet. Dhe të gjithë do të japim llogari për të vëmat tona. Për këtë darkë dhe këtë iftar
Të bereqetshëm falenderojmë gjithashtu edhe bashkinë Lezhë me kryetarin e saj të rinjderu. Allah i ashtof bereqetin dhe të mirat ndaj komunitetit të çdo gjë tjetër, Zoti ju shpërblet. Pas pranuar dhe këtë ditë të sotme të muajit shenjtë Ramazanit, unë dua të falenderoj sinqerisht kryetarin e bashkisë Lezhë, Rinjderu dhe mbikëqyrjen e Lezhës, që tashmë këtë natë iftari e kanë kryer tradit në qytetin e Lezhës. Na jepet mundësia që të ndajmë bukën me njëri tjetrin në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, dhe unë dëshiroj dhe uroj që ky muaj i shenjtë të sjellë për secilin prej jush dhe për familjet tuaja vetëm mirësi, mbarësi dhe begati. Zoti mua pranoft të agjerim, edhe inshallah vetëm mira e gëzime pashi secili për jush në këtë sopër të iftarit. Shumë faleminderit. Zotë që ja pranoj gjithë sakrificën edhe të ditës sotme, po edhe ditëve në vazhdim gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Ne bashkia Lezhë kemi qenë që në kryet herës bashkë me ju dhe tashmë, si që tha dhe ministri, është bërë një ritual ku ne jemi bashkë një natë në një iftar, i cili është simbolik, por që të tregon solidaritetin që ne kemi me njëri tjetrin në Lezhë si një ndër qytetet model bashkëtesës fetare, ku për hir të vërtetës e kam thënë dhe do vazhdoj ta them që komuniteti musliman ka një peshë jashtëzakonshme në ecurinë normale dhe në mirësinë që shpërndan në komunitet. E unë në këtë natë iftare ndjehem po ashtu si ju, sepse duke qenë mes jush ne bëhemi më pozitiv, ne bëhemi më të mirë, ne bëhemi më njerëz bashkëpunues dhe ne kontribuojmë më mirë për qytetarët, se në fundit dhe muaji i Ramazanit këtë qëllim ka që të pastrojë shpirtin, që të nxjisë solidaritetin, të nxjisë mirësinë dhe besoj se gjithë bashkë ne bashkohemi këtë ditë dhe të bëjmë më të mirën për këtë qytet i cili na takon të gjithëve. Së fundi duhet të them që jam shumë i kënaqur me Myftinin, me të cilin kemi një bashkëpunim me mirëkuptim të jashtëzakonshëm. E mendoj që jo vetëm Ramazani, po gjatë gjithë vitit ne jemi një dhe do gjejmë mënyra që të arrijmë të ndajmë së bashku, të festojmë së bashku dhe të jemi në një, si më thonë, drejtim ku Lezhë duhet na gjetë gjithë bashkë në zhvillimin e vet. Shumë faleminderit. Mas 20 vites ka mundësi ta shihni këtë filmim. Këtë dasmë si më shë pyrunin.